Pas rinisjes së jetës parlamentare javën e kaluar, këtë të hënë ligjvënësit janë kthyer punës edhe në tavolinat e komisioneve parlamentare. Në të gjitha komisionet që u zhvilluan këtë fillim jave, pjesa dërmuese e deputetëve opozitar nuk morën pjesë në mbledhje, por disa syresh që ulën në tryez përsëritën akuzat se 11 maj ishte një farsë elektorale. Në komisionin e ligjeve prezent ishin vetëm Aslan Dojani, Enkeleda Libej dhe Dashnor Sula. Që në Shqipëri demokracia ka marrë fund. Në Shqipëri është instaluar diktatura. Në këto zgjedhje u përballën me një situatë të rëndë kriminale. Populli foli, por më shumë foli krimi. Ja se mbaroj nuk e kam të gjatë. Kush është kërkesa juaj për procedurë? Sa analizën e zgjedhjeve ta bëj secila parti. Nuk është komisioni ligjeve për këtë. Nuk ju ndërpres, vetëm dua të rini tek rendi ditës se keni kërkuar fjalën për procedurë. Por më shumë foli krimi. Krimi foli më fort. Në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, demokratja Ina Zhupa u përfshi në replika me socialistën e Viskushi. Ta ndjekim deri në fund dhe ta denoncojmë deri në fund këtë farsë elektorale në çdo institucion ndërkombëtar, para opinionit publik që e di vet, por mbi të gjitha për të qenë garant që ne nuk tërhiqemi, ne nuk mposhtemi, ne do të jemi aty si mangthi juaj më i madh sado që vidhni dhe shkatroni çdo gjë. Ju duhet ta kërkoni tek vetja humbjen, arsyet, sepse kjo është arsyeja që ju humbni gjithmonë, sepse pasi humbni, në vend që të reflektoni pse keni humbur, ju në fakt akuzoni fituesit që ju vodhën zgjedhjet. Komisionet parlamentare kanë shqyrtuar disa nisma ligjore, si dhe kanë miratuar kalendarin e punës, përfshirë dhe agjendën e raportimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese. Bie në sy fakti se më datë 24 qershor para Komisionit të Ligjeve, Altin Dumani do të raportojë mbi aktivitetin vjetor të prokurorisë speciale SPAK.